Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona, ku autostrada Tiranë-Elbasan ka ndarë në 2 pjesë fshatin Reçan të njësisë administrative të Bradasheshit. Kjo rrugë jo vetëm që nuk ka ndihmuar në lëvizjen e banorëve të këtij fshati, por përbën edhe rrezik për ata. Autostrada Tiranë-Elbasan ka ndarë në 2 pjesë fshatin Reçan të njësisë administrative të Bradasheshit. Kjo rrugë jo vetëm që nuk ka ndihmuar në lëvizjen e banorëve të këtij fshati, por është rrezik i përditshëm për ta. Edhe pse janë ndërtuar nënkalime, askush nuk ka menduar se duhet edhe një rrugë për të hyrë në to. Hyrja e këtij nënkalimi është bllokuar duke i detyruar banorët të kalojnë përmes autostradës. Por banorët thonë se situata paraqitet edhe më rënd në raste kur ka mot të keq, kur nënkalimi përmbytet dhe kalimi është i pamundur. Madje banorët tregojnë që edhe varrezat e fshatit ndodhen në anën tjetër të rrugës dhe në raste fatkeqësish, ata së bashku me trupin e të tjerit kalojnë përmes autostradës. Kompania Aktor kishte parashikuar jo vetëm ndërtimin e rrugëve lidhëse dhe nënkalimeve, por edhe rrugët e fshatrave. Gjithashtu në plan ishte edhe argjinatura e përrojit të Kushes, i cili përmbyt tokat bujqësore sa herë ka prurje. Por tashmë që punimet e kësaj rruge janë ndërprer, askush nuk e di se ç'do të bëhet me akset lidhëse, të cilat nuk janë ndërtuar.